Në një shenjë vlerësimi për Napolin, fabrika e famshme e çokoladës Geodin e qytetit ka zbuluar një vezë gjigante të pashkve si pjesë e projektit kulturor Napoli Millenaria, që shënon 2500 vjetorin e qytetit jugor italian. Prodhimi i një veze prej çokolade me peshë 350 kg nderon trashëgimin e Isidoro Odin dhe Onorina Gay. Dy çokolada pionere nga Piemonte në Italinë Veriore, që sollën artin e tyre në Napoli në fund të viteve 1800, e ekspozuar në një fabrik në Chiaia ku çokolata bërësit hapën për herë të parë dyqanin. Veza është një përzierje e traditës dhe inovacionit me imazhin magjepsës të Sirenës Partenope, në qendër të saj projektuar nga mjeshtri i dekorimit Fabio Ceraso. Skulptura me çokoladë pikturuar me dorë përshkruan Sirenën mitologjike, e cila në pamundësi për të joshur Uliksin, takoi fundin e saj tragjik në Megaride, ku Castel dell'Ovo tani ndodhet në frontin e detit në Napoli. E rrethuar nga dallgët dhe një perëndim i diellit, Partenopa feston origjinën e qytetit. Veza përfundimisht do të dalë në shitje me një çmim prej rreth 12.000 euro. Ne menduam se nuk mund të kishte temë më të mirë se miti i Partenopës, tha Sejeva Maljeta, një antare e bordit të drejtorëve të Geodin. Abbiamo pensato che non ci potesse essere tema migliore che quello del mito di Partenope, come si vede. Ne menduam se nuk mund të kishte temë më të mirë se miti i Partenopës, siç mund të shihni në pjesën e përparme të vezës, sirenën që ngrihet nga ujrat dhe Castel dell'Ovo në sfond. Qyteti dhe imazhi i tij më ikonik lidhet me mitin. Con le tempere e il pennello. Kur dekoruesi pikturon është si një piktor me bojra dhe penel. Le të themi se ideja është e njëjtë, por nuk përdorim një furçë të vërtet, por një instrument që quhet copeto, së bashku me kremin e sheqerit. Por për hiezimin përdorim një penel. Përpunimi përfundimtar kërkon një javë, kështu që veza prej çokolade zgjat rreth 20 ditë për t'u përpunuar. Veza gjigante përmban portretet të figurave të dashura në Napoli, duke përfshirë aktorin Toto, muzikantin Pino Daniele dhe legjendën e futbollit Diego Maradona, së bashku me simbole ikonike si pica dhe vet Castel dell'Ovo. E zbukuruar me fjalët 2500 vjet histori legjendare, ajo tregon logot historike blu dhe ar të Geodin. E prodhuar brenda 3 javëve, krijimi i vezës përfshinte larjen me dorë të kallëpëve të mëdha, e ndjekur nga një shkrirje delikate e çokoladës dhe dekorimeve të ndërlikuara. Krijimi i kësaj veze, siç e shihni, është i vështirë, sepse fillon me krijimin e lëvozhgës, e cila ka përmasat e një varke 2,5 metra, që mbushet me dorë me çokoladë të zezë. Më pas, ndërsa gjysma e parë ftohet, bëjmë gjysmën e dytë. Në fund, bashkohen dy gjysmat. Çdo blerës i pasur do të marrë një kënaqësi të madhe, tha Maljeta. Edhe kjo vezë ka surprizën e saj që është në përpjestim me madhësinë e vezës, por ne nuk mund t'ju tregojmë se çfarë ka brenda. Veza është në shitje dhe çmimi do të jetë rreth 12.000 euro. Them 12.000 euro sepse nuk e di nëse i kemi përditësuar çmimet për shkak të çmimit të lartë të kakaos. Le dico su 12.000 perché non so se abbiamo aggiornato i prezzi dovuti al rincaro esorbitante della materia prima del cacao.